Showtime. Showtime. Dhe mirë se erdhët në Showtime, këtu ku muzika, rrëfime dhe emocionet takohen në një skenë. Sonte kemi një mbrëmje të veçantë me plot energji, talent, histori dhe me patjetër me shumë humor. Në studio vinë dy emra që po lënë gjurmë me zërin e tyre si dhe stilin e tyre. E kemi fjallën për Tauland Bajraliun dhe Andi Bajraliun. Ata do të vinë për të folur më shumë për muzikën, rrugtimin dhe planet që po krijojnë. Po ashtu një artiste me shpirt skenik. Merita Latifi vjen me rrëfime ekskluzive dhe momente që do t'ju mbajnë pranë ekranit. Muzik live, biseda dhe lojë me shumë emocione reale. Ky është Showtime. Po fillojmë tani. Antax Band. Bravo. Kur t'kam pa me dashnit le, si kur venat me mi pre, n'krate tu gjithmon jam gzu, n'qfar dere që tim ket pru. Kur t'kam pa me dashnit le, si kur venat me mi pre, n'krate tu gjithmon jam gzu, n'qfar dere që tim ket pru. Sa Diego, sa shumë dje, me t'pa dore huj kur t'prek, ti që m'thoj ishe për ty vdes, kebran shpirtem preven bez. Sa Diego, sa shumë dje, me t'pa dore huj kur t'prek, ti që m'thoj ishe për ty vdes, kevran shpirtem preven bes. Bravo! Ah, na myti dashnia. Pas një e për hasret, me t'harru s'është ko qalet, prej kur s'kam aty dashni, një ditë bardhë se pash me sy. T'kam pas një e për hasret, me t'harru s'është ko qalet, prej kur s'kam aty dashni, një ditë bardhë se pash me sy. Diego, sa shumë dje, me t'pa dore huj kur t'prek, ti që m'thoj ishe për ty vdes, m'kebran shpirtem preven bez. Sa Diego, sa shumë dje, me t'pa dore huj kur t'prek, ti që m'thoj ishe për ty vdes. Oh, m'kevran shpirte m'preven bes. Jemi rikthyer për intervistën në studio. Është vërtet kënaqësi e jashtëzakonshme që këtë natë fundit të këtij viti unë të rrethohem me 3 artistë mirëfillt të estradës tonë. Kënaqësi ju kem këtu, Tauland, Merit dhe Andi. Përshëndetje dhe mirë se ju gjetëm. Përshëndetje. Pak ju kemi nxjerrë punë nata e fundit e vitit, po nuk besoj që na e mbani kështu për natër ajo. Se nuk ja u morëm i nati,
Për Shabanin mbajmë çmos, e kam shok që shumë vjet dhe është ndër dhe kënaqësi për neve që na keni ftuar. Faleminderit shumë dhe besoj që kemi me kalu mirë. Është e pashmangshme kjo pyetja e ditës fundit, vitit. Qysh ka qenë 2025 për juve? Andi, po e filloj prej teje kësaj rade. Mbaje radhën ti. 2025 të po një vit shumë i mirë, shumë punë, shumë sukses, për ketë neve, jo veç për mua dhe vllain. Shpresoj që 2026 të uroj ketëve shëndet, bashkësi në jetë, sidomos kolegëve për profesionin tonë, sa më shumë punë, sa më shumë sukses, i natë kërkuj që ja kem. Kështu që veç le të vazhdojmë. Ku ka ma mirë. Merit, që shkoj viti? Njëjtë edhe për mu, i ka pas atë ulljet ngritjet e veta edhe ky vet, ama ka shku gjithçka perfekt. Ka qenë i lodhshëm, ka pas shumë ndeja, dasma? Po tash i lodhshëm gjithçysh, jemi të angazhuar me punë, me neja, dasma, ton kohën aktiv, po gjithçka ka shku perfekt. Taulant, po besoj që edhe ky vit ka qenë mjaft i suksesshëm për ty. Faleminderit Zotit, shumë mirë. Ka qenë edhe ky vit sikur vitet e tjera dhe shpresoj që edhe vitet që po vinë, sidomos ky tash 2026, do jetë edhe shumë më mirë se 2025. Spari ta kem shëndetin, si unë, si familja ime dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Dhe ju uroj gjithat mira gjithëve. A je prej atyre personave që gjithmonë fund vitit, për vitin e ardhshëm i harton ato planet e tua, gjithçka që ka mendon që do të pret? Jo, plane nuk bëj, nuk jam asi personi që bëj plane, se gjithmonë planet e mia kur t'i bëj dështojnë. Gjithë kom qef senet spontane. Si për kongë, si për, do me thonë, i bëj shumë shpejt. I kryej shumë shpejt, i bëjmë shumë shpejt. Dhe kështu, mirë gjithçka në rregull është të shku. Kur po flasim për muzikë, Merit, ka dikun afërsisht 8 vite që je pjesë e estradës tonë, muzikës shqiptare. Kush ka qenë ai përkrahasi ose përkrahasja jote më e madhe në fillimet e tua? Si për gjithkën tjetër, familja, po e kisha specifiku agjin tem, që e kom pas prej fillimit, krah djathtë. Faleminderit Atina, e para punës, që e ka kriju Meritën që është sot. Jam falenderuese të njëjtën. Do të thonë familja, rreti, shoqënia, kështu që ata kanë qenë ajo nxitja e parë që po agju kanë kryesore në këtë aspekt. Është interesant tash me avu pyetjen e njëjtë pasi që kena dy vëllezër këtu në studio, nuk po besoj në shtatë që përgjigjen ku me marrë të njëjtë prej të dyve. Kush ka qenë shtysa jote më e madhe në këtë rast në karrierë? Po normal që spori e falenderoj Zotin që ne ka mon talentin edhe për mu zhvillu. Normal që familja ka qenë e para, po du me cekë edhe unë normal që prindja e baba ka qenë ai iniciatori më i madh që ne me hyrë muzikë, sepse unë e kam një profesion tjetër, fakultetin e kam diplomu në infermieri, e kam dashur edhe mjekësinë, po kemi vazhdu me muzikë dhe shqyqyr që ka hes mirë shumë dhe tash po vazhdojna me muzikë. A ka qenë njëjtë për ty, apo ti ke pas dy modela në këtë rast, dy përkras? Normal, edhe të baba, po të unë ushtu edhe dy vllaznia mi, Talanti dhe Gzoni. Po besoj që pak ma letë të konë, apo për ty? Shumë, një pak shumë. Sepse bashkëtarin veç e ke pas, dhe thot atë kraun që jem shtetë qysh prej fillimit. Ja, të unë konë shumë malet, normal, me depërtu jo si të Talanti. Po, edhe unë e falenderoj mas pari Zotin që më ka jep talentin, sa do që ki përkraj në fund prap, kur talentin nuk e ki, këtë. O, shumë e vërtet, të ndërlidhën mes vete. Kush po mendon Taulant që po e mban gjallë muzikën popullore shqiptare? A i një jo artistat, apo është publiku në këtë rast? Përbes Genta, për publik, zdi që ka me tonë publiku pak ka ndru kaje ka muzika Mirfield. Unë jem shumë i thari muzikës Shqipe, bashkë purë Shqip me këndu kongë vjetra, po tash në kohët e sodit në artista do të me shërby që ka do që na kërkojnë. Unë për veti mundohem sa të moj me si Taulant që në gjdo darësë me pas një pjesë që këndohen kongë Shqip, po moj me thonë që gjallë konga Shqipe mundet më mbajt veç për një treve, Gjakovart e kanë ata që e mbajnë gjallë qysh duhet. Nërsa për trevat e tjera pak u përzita, është pak kështu e. Po mirë është të shku, dasmat janë shumë bukra, kanë avancu shumë dasmat shqiptare, po banë si në Evropë, si këtu, si në Amerikë, se du mi përshëndet krejt se kemi dasmat në për Europë, në për Amerikë, Australi, janë gjithë të mirë, dhe besoj që kemi kalu gjithë mirë me ta.
Për më ndërlidhe pak të pyetja, e ki veç krah teje 2 gjenerata më të reja se ti. Po, pak, si janë shumë. Apo mendon që është ka shkon me një ritëm kjo pjesa e të mbajtë gjallë muzikën popullore, apo është pjesa e gjeneratës më hershme që ma fuqishëm e kanë mbajtë gjallë? Na gjenë bisedu më dhe pak ma herët për që çështjen e muzikës. Gjenerata e re, unë si taulant, po flasë, nështë jam edhe gabim, po që është e gabum. Po jo, gjenerata e re nuk janë të e përdor këtë punë, dhe më thonë muzikën shqipe. Ne kemi qenë gjenerata e fundit, ma mërmenja që kemi shërby edhe kemi këndu muzikë shqipe edhe nëse s'na kanë kërku. Nërsa gjenerata e rej po shihet edhe veta që po kërkuhet ma shumë. Ju uroj krejt dhe suksese, inshallah ju plotësojnë gjitha ëndrat e tyre qysh kanë qef ata. Por unë e tem pak një pjesë pak ma që anojmë tjetër kun, po dhe këta mirë, pse jo. Absolutisht. Muzikë të keqe s'ka. Merit, cila është ajo kënga që t'identifikon ty si artiste? Se po ta problem kështu me mendu qa me bo është projekti që identifikon mu si Merit, është pasaporta jam. Do me thonë, si të më shojnë mu, qa me bëjë, du me zamër me njerë A i ndëgjon dështa dhe të ta këndu kështu? Po, që shia me njerë. O qa me bëjë, du me zamër. Qysh ka qenë kjo pjesa në fillimet, pjesa e fansave që i ke kriju, edhe mandeja e ndjesia që kur del në rrugë, gjithandej të njofin edhe t'i këndojnë këngë. O në fakt në fillim se të man si emër Merita Latife, mjoj njerës prej pandemisë me këngën qa me bëm. E ta shone nuk ja kom pas kështë shumë idejnë, do me thonë qka do me thonë fama ta man. Edhe pa ta dojë kështu për qefi me shoqni tem, edhe e shesha njerës të në kënd të më këqyre dhe nuk e disha, bëjtë e të jetën si një njëri normal, se nuk e disha atë peshën e famës. Edhe më do ke shumë interesant të në kënd që Merita, o që me basën, a i laf kështë shumë e mirë konga, që atëherë ja kom njësë me kuptu që për një me kom bo emër. Edhe të pas ka kapa e periuda kur për një me nuk mund është direkt me pasë që shka me qenë reagime. Ta më në pandemi, kër jemi kanë krejt më shelë. Po mirë, shqyqër zotit mirë ka ecë, mirë është të shku gjithë shka, edhe urej që veç mirë ka me u bo. Andi, qësh është si kolegë, po të them këtë rast, Taulanti? S'po të këshyrë Taulanti, po Ja, nuk më e shoh si kolegë, normal, sidomos në skenë kur jena bashkë. Për kundrazi e shoh bashkë, që ato e shoh hala ma shumë se vëlla, se nimon shumë sene, apëtin. Kun kam shumë stres, atë njerës shumë thonjë ti ki talent, atë një ti i vëllë dhe sene ma të mira, unë sa dush me pas talent ma shumë dhe sene ma të mira, përvojnë se kam, sa të këtina. Kur ti bëjë në 20 vjetë përvoj sa kjo, tani kjo i ka 14. Gjithë do plus, apëtin kës... Për para. Gjithë kam e pa ma për para. Për para. S'keni me mujtë ma arrit mu taku, po besoj me eksperiencë, asë një ara është e pa Për mundet. andi kom bisedu edhe ma herët, se nështë nuk më përket shumë e folë, se është vëllaja me thonë që shpe livdën dë vetin, po për me e ka një talent jashtëzakonshëm që në kohën e tij nuk e kom pas, unë do shumë e punu për me mri ku jam këtu, edhe e ka një talent jashtëzakonshëm që inshallah din me shfrytzu edhe me mbajt qysh është me mbajt tash. Edhe besoj që... Apo beson që ritmi i ti zhvillimit u shpejtu edhe falë ti, po besoj që edhe kjo ka qenë i merite jotja pasi që të ka pas në krah. Ka qenë një pjesë që besoj që edhe unë i kom ndihmu në aspekt emri ti e gjithçka, po edhe kjo ka punu shumë, dhe me thonë puna ti ka arë këtu ku është. Se ka këngëtar shumë që e cekë edhe unë i marët që kanë shumë talent, po s'kanë punu dhe janë ku janë sot. Fatmirësisht me dyjat, po. Ma shumë i përket kjo andit. Ma shumë është falë andit që ka punu vetë. Jeni në për ndeja, në për dasma gjatë gjithë kohës, edhe është e pamundur mos më ndodhë histori qoftë interesante, qoftë ndoshta na herë cikleqme, na herë shumë humoristike, kështu me radhë. A e kishit me veçu në një çka se harroni kur njetë? Do të thotë, e kujtoni edhe e tregoni vazhdimisht. Kemi rast me andin, me një darsëm, po kështu qytet nuk po ceki se nështë Jo, s'ka nevojë, veç si ndodhi. Si ndodhi. Kemi qenë i darsëm edhe shkoj darsë ma shumë mirë, filloj shumë mirë, atmosferë shumë. I mbaj mend, do me thonë, prindi ka qenë baba i pak ma në mosh, edhe ishin kanë të hidhën shumë me kushere, me këta, edhe edhe ku e Me akrabo. Po, me akrabo, kalla akraboja. Edhe shkum edhe pjesa e sofrës, më këndu. E tash
nuk e mbaj mend cilën këngë më kanë të e këndu, po edhe tash ai e pat një farë eufori, unë e kesh këtu ullë, si zakonisht këngëtari ku ullën mes, këtu ka ai personi, zoti i shtëpisë edhe kusherini vet, pak më andej. Edhe veç kur e kom pa do me thonë që pe euforisë të madhe të këngës diçka që ka pas, edhe e ka shën komplet atë kusherinën e vet, kështu edhe me vesh edhe me faqe ja kuput komplet. Edhe për i me bëhet pak se unë iva shumë e sikleqve tani këtë sofra o bëhet gjak, pllakat gjak apo kupton. Ka shumë si tragjedi. Si tragjedi, po, që e mbaj mend që nuk e harroj kur atë storje. Do me thonë ka ndodhur edhe kjo, që e kom po ndashëm edhe që ka përmendur nuk keq. Një storje tillë për një mes pas në ndëgju prej asnjë artisti tjetër ose dasëm ose aheng ose diçka. Po është që zoti pështu s'na hangër edhe neve. Mike Tyson i shqiptar. Po, Mike Tyson e kena pasur aty. Shumë emocionet përzira dhe përjetoni përgjatë ndejave. A ka pas diçka tillë të temeri? Edhe unë kesh 7 minutë deri tash, kur ja nisi me tregu taulante. Se janë të pashmangshme. Po, gjithçysh. E kom pas të tonë një rast tragjedie, muj me thonë. Jemi kanë me një dasëm Ferizaj, edhe tash të janë që me valzu burrat, ato valët e burrave që janë me tupana, me krejt, edhe ka vdek migja i nusës, të valzu në valën. Sa ka qenë aty? Sa ka qenë të valzu. Edhe e pa ta përjetuar te për keq, se nuk e disha çka ashtu ndodh. Nuk e disha çka ashtu ndodh deri ka ardhur një dasmorën pa tregu që me nal muzikën. Edhe unë e pa ta ndalja, nuk e disha çka ashtu ndodh deri më tregun që ka vdek dasmorin, mas në erdh ambulanca dhe ecën meqt edhe. Qysh më u harru mandi S'harru këto gjëra. Po shpresoj që spaku kam ju privi humorin në përdasma dhe momente të mira e gazmore. Fatmirësisht gjithmonë 95% dasma kalojnë që është mas mire. Edhe i mboj mend edhe kujtimet e bukura që i mbulojnë këto këshijat edhe inshallah do Zoti s'na ndodh më kur asnjëherë me pasi raste në përdasmë. A ke sakrifikuar diçka për muzikë, Taulan? Me sakrifiku diçka kështu si punë, ose që e kom lënë keq diçka jo, po muj me thonë që me familje që s'ko mujt me najt shumë, edhe ajo shkogja një farë sakrifice, mos me najt me fëmijë tu dhe mos me pa të rrit, po edhe ata du të me ditë që unë punoj për ta, jetoj për ta, edhe krejt i bëj për ta. Kështu që mos ma marrin një natë edhe nëse nuk më shojnë shumë shpesh ka njerë me kodë gjata, po kur të rritën kanë me kuptu. Që thonë gjithmonë do të me lunë diçka për me bo diçka mirë. Me bo diçka tjetën. A ka pas diçka ngjashme të temerit? Nashta veç nuk e kom vazhdu edhe profesionin tjetër, drejtimin tjetër që e kom dasht mjekësin, për ndryshe tjetër, kur gja. A i bjen pishma në herë? Pak në herë, me raste. Absolutisht më nëshmë këthy që thojnë kur do, edhe mërë Nuk shumë është diçka interesant që që Me dytë injekcion në ndashma atë. dytë kishë qenë do të profilin e mjekësisë. Ke diçka shumë interesante. A ndi menon që ke lonë diçka, ke sakrifiku diçka, ose a menon diçka në të ardhmen që ka me qenë si sakrificë vishkaku i muzikës? Për të ardhmen nuk e di, ka mundësi normal, po për tash sakrifica e vetme që mundet mu bo të një këngëtar kur të fillon muzika është familja. Unë bje kohës me familjen, po unë e kom pas. Familjen, vllon me vete, atë tjetër në vllon me vete, babën me vete, menaxher. Kështu që I kom i pas familjen. Është stabil gjithçka. i plotësume, i përmbushun gati Po, se cilën ditë. Andën me fat. Shumë e fat. I urum prej ditës parë. Ka prek Zoti që thuj. Merita, Shqyr pëse jo, dikush bile. bile njoni prej neve. Bile dikush. Merita ka pas në moment kështu shumë vështirë për gjatë karrierës, po flasim vish për pjesën e karrierës, prej që je këngëtare. Nashta fillimet, kur ja kom fillu, e kom pas problem si çdo artist tjetër, për ndrysh ndaj vështirësi tjetër muzikë nuk është që kom pas. Veç fillimet, do Depërtimi do të thotë pjesa e Depërtimi, fillimit. fix, fillimet. Po besoj që Taulan për ty ka qenë pak më ndryshe, ke shumë ma shumë vite karrierë dhe me siguri që vetë eksperiencat i ki edhe ma shumëta dhe ke pas. Jo gjithmonë përvojat Çdo mira. artist, si unë, si çdo artist, fillimet janë shumë të vështira. Se nuk ki njohuri për çka jetë u bë. Edhe vetë jetë u knu, po nuk e din çka jetë u bë. Atë se është starti është shumë i vështirë. Njohja me njerëz adekuat për këtë punë që janë. Rana ka shumë, të premtojnë shumë, nuk e bojnë.
Ka ndodhur shumë shpesh, e din edhe Merita e Ondi që kemi najt derin më mëngjes në përgjirime të vitit të ri, edhe në fund ndoshta ka bo që edhe s'kemi gjiru heq. Atë se janë lodha ata, tani edhe hajtë se e bë nesër, mas nesër edhe, po kjo është kur nuk, na ndikomi shumë prej famës. Pe njerëzve edhe, do të mu respektu edhe këngëtari i ri, edhe këngëtari që ka shumë eksperiencë. Se cili ka vlerën e vetë dhe du të mu panë qatë. Patjetër, unë nuk jem gjithë si Taulant. Edhe mu më vjen një kohë që besoj inshallah dën Zoti plakna dhe unë e kry karrierën time, zhvillohet rinia, vjen tjetër kush mas me, e kryn ata, vjen tjetër kush, nuk mujna me konë gjithë të njëtën veç na. E na e kem pak të keqe këto si muj me thonë si shqiptar që jem shumë egoista, po tashti kur të mbrish ata eliminohen. Tani kthehen këtë për të mirë, këtë dojnë. Rrotullohet Po, bota. këtë dojnë tani. Është interesante ma ne me ndëgjut njëjtit njerëz. Njëjtit persona, thua është që kë, Po. që i ka bo tjerat. Qa me do? Andi atë ka rujt pak kjo pjesa me vetë faktin që e ke pas Taulantin ofër, do të me siguri shumë ma pak je prek për eksperiencave të këqia dhe përvojave të Po, këqia. normalisht. Zakonisht xhirimet vitit të ri, sa herë kena shku në xhirime më kom bashkë me Taulantin, sidomos xhirimet e para, po edhe tash, jena gjithmonë bashkë, se ja kemi një projekt bashkë, ose unë shkoj me ta, ose ky vjen me mu. Gjithë abden jena bashkë edhe nuk më ka ra shumë me përjetu eksperiencat këqia në të xhirime. Sa fat. Edhe Fatlumi. këto fat. Nuk e di pse jo emrin Fatlum. Bash, po. Patlum. Nuk ju kemi vetëm, e kemi edhe bendin Antax, cilët po i përshëndes. Për zemërsisht, faleminderit shumë që jeni sonte këtu me ne. Taulant Andi Merit është e pafalshme, mos më javë kërku në një këngë, tash tek sa jeni këtë ullën. Pa tjetër, A ma plotësoni këtë dëshirë të fundvitit? me dëshirën ma të madhe. Pse jo? Atëherë, mikrofonin për javë dorëzoj. Faleminderit shumë. O, hajde në taks, Sven, hajde. Bravo! Showtime. Vetë më thetë dua e tash m'keha ruar e tash të m'keha ruar Oh mua më harove tjetrin e dashurove tjetrin e dashurove Hajde Merita. Faleminderit shumë. Sonte nata e fundit e këtij viti, nata e vitit të ri. Apo doni më tregu, nashta se marrim fshat ku e kaloni natën sonte, a me familjarët, a keni plane tjera, a qëndron kjo nata e parë me familje, e dita me shoqëri e kështu me radhë? Po. Andi? Unë me Taulantin si zakon e kena, 30 dhjetorin e mojna me familje, me fëmijë, me babë, non, vllaznia bashk. Kem shumë oferta për me knu me 30 dhjetor, po kur njët nuk i marrën. S'ka ndodhur në herë Jo. me nxon këto. Ka ndodh një herë nëse s'ka bëj Taulanti ka knu, po pej tash, edhe ky vet ka thonë mo që bile qatë datë mja u kushtu fëmijëve, familjes, tani pej nishit e kallëm apet. Kështu që ju qenë keni sonte bashkë. Sonte jem të shtëpia, Me në gjirin familje. familjar. Nesër e tutje besoj që... Nesër po, pe nesër fillojmë. Nesër jam në Gjakov tek Antika Premium Garden. Pastaj me 2 jam në Luxor në Ovileq dhe me 3 do jem në Red Hill në Tiranë, kështu pastaj me rend. Puna me njerë, dhe të thotë. E Gjithë. keni këtë natë e shijoni sonte, Pe shijojmë sonte. Njëjtë Sonte? dhënë me të shtëpisë se kam
tamam me familje, tana nesër vazhdojmë në jetë. Ka naj urim që ja bën vetës për vitin 2026 këtë rast? Pa tjetër veti i kisha uru veç shëndetin me pas, se nëse se kam shëndetin, do me thonë bin krejt gjanat e tjera poshtë. Kështu që ja uroj veti shëndetin me pas primar, familjen me pas mirë, e tjerat rrjedhin. A reflekton këtë natë fundit merita të përcjellin brapa ndoshta krejt gjithçka që ka ndodhur për gjatë vitit edhe ja uron vetës e familjes kështu ato që ka te i dëmë për vitin e ardhshëm? Nashta për vitin e ardhshëm kryesore është shëndeti, që shta dhe ta ulante, familja me kanë mirë, me pas punë sa ma shumë, edhe qëto janë. Amen i shumë. Amen. Andi njëjtë, besoj. Njëjtë. Gjithmonë shëndetin primar. Shëndeti i parit tani tjerat. Kush e din, Shta talenti do të me rrjedh kush e din ashtu është. Unë po uroj më të mirën për juve, kisha dash tash me ndjeka një performancë prej secilit prej juve, edhe prap kina mu rikthy, veç herën tjetër me një lojë. Pa tjetër, s'është problem. S'pe ju tregoj njerë. Edhe ne të falenderojmë ty, falenderit shumë për këtë komoditet që ne edhe në këtë intervist, je shumë e shkëlqyshme. Faleminderit. Po të livdoj pak se dhe jera Është honest. janë amoravës, kështu që qështu e kemë, gjithmonë para emisionit mirën vesh me Po, që lavdu. mu livdu me njën e tjetër. Falemderit shumë a njerë, dhe ty pritë në bara dhe veç suksese njëtë. Falemderit shumë. Po e ndjekëm performancat e rikthemi pra. Pa tjetër. Tjetër. Hajde bravo, hala, qej! Hajde Shqipe, hajde! Hajde Antak Zven, hajde Murati, Egzoni, Ekremi! Jasha Livonia, Showtime! Hajde ta valësojna valën e rrugovës. O hajde ta valësojna valën e rrugovës. O se i te molla e kuqet, nja kupit Kosovës. O te i te molla e kuqet, nat kufit Kosovës. Jasha! Hajde Merit, hajde! Shqipnia, e jona Kosova, e jona Shqipnia. Hajde, qej! Bravo! Gëzuar! Livonia! Bravo! Oj lulije plumbi bardha, tha nona u dhe mar. Vaj, 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 a tha nona u dhe mar. Vaj, vaj, vaj. U dhaj mar nona më ka thon, lot për faqe ja komelion. Vaj, 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 lot për faqe ja komelion. Vaj, vaj, vaj. Jasha e! Oj Julie,
përsjell. Vaj, 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 dej ku babat ka përsjell. Vaj, 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 ka përsjell të pragu I shpis, toj fshilat me cep qamis. Vaj, 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 toj fshilat me cep qamis. Vaj, vaj, ajde Andags Band. Hajde Andags Band, bravo! Bravo! O, na kanë thone, o, ti je ma e mira. O, na kanë thone, o, ti je ma e mira. O, e ke vlerën, o sa 5.000 lira. O, e ke vlerën, o sa 5.000 lira. Hajde Genta! Bravo! Sa kamollë Turkije kënena. Na lulijes, hajde no t'ja blejna. Sa kamollë Turkije kënena. Na lulijes, na do t'ja blejna.
O flutë rëpëllum, o përmbi hava, o përmbi hava, se gürbet qa rrit tu i kja, o porin tu i kja. O se ka mormo, di me tir mojenan, a me tir mojenan. E ka mormo, o morë për shoshni. O flut ropëllum, o me kratëlet, o me kratëlet, se zemra e ti, hajde flak është djeg, hajde flak është djeg. O flut rëpllum në shien e mor, o në shien e mor. O flutura, o përmbi Kosov, o përmbi Kosov. Hajde, hajde, naze, naze, hysmetin me kajde, kajde. Hajde, hajde, naze, naze, hysmetin me kajde, kajde. Hajde, hajde, oj nazrije, mbushna i gotat me rakije. Hajde, hajde, oj nazrije, mbushna i gotat me rakije. Hajde shqiptar. Hajde, hajde, naze, naze, hysmetin me kajde, kajde. Hajde, hajde, naze, naze, hysmetin me kajde, kajde. Hajde, hajde, oj nazrije, mushna i gotat me rakije. Hajde, hajde, moj nazrije, mbushna i gotat me rakije. Ja shakame.
plesh pak. Kancoj ondi çka do të më bëj zonis tash. Luj çiçek, luj çiçek. O ekso bajrani u kaleka. Se më rime dur në faqe, qka është të mundu, se zvus që shmoj ma në shaqe, kushtit ka hidru. Ju afrova dhe pyta, emrin si e ka, e nga dalju këty busqeshja, o da dush e më ka. Da, oj da dush, o ti më bone zemra në prush. Da, oj da dush, si kur unë sa do në kërkush. Da, oj da dush, o ti më bone zemra në prush. Da, oj da dush, si kur unë sa do në kërkush. O hajde luj qyqek, o mori shyren, sa pas ka lezet, ti e ka dhe krejt. Hajde luj qyqek, mori shyren, sa pas ka lezet, ti e ka dhe krejt. DJ, ha! O dhe si qa do drita, se që ka dhe prita, bekamin son të se na ka ardita. Kush po prini pari, qaj bajraktari, o qaj mafia, që krejti kalli. Hajde luj qyqe, hajde, qyqe. Qka më ka syri që më loton, o dhim të zemrës unë i mbaj. Qka më ka syri që më loton, o dhim të zemrës unë
si qoft rruga e mbar. Jam të këndu Ajdan Pakistan Mos razo vlagën le vjetër Leonata shtuj një tjetër Mos razo zjarrin në zemër Shkota shta shuron një tjetër Mos razo vlagën le vjetër Leonata shtuj një tjetër Mos razo zjarrin në zemër Shkota shta shuron një tjetër Mos razo vlagën le vjetër Leonata shtuj një tjetër Mos razo zjarrin në zemër Shkota shta shuron një tjetër Mos razo vlagën le vjetër Leonata shtuj një tjetër Mos razo zjarrin në zemër Shkota shta shuron një tjetër E qajin kur ta pish aman aman qitja pak limone E qajin kur ta pish aman aman qitja pak limone Pak për atër të më mordjal Pak për atër tane Pak për atër të më mordjal Pak për atër tane
Bravo Dema. Yaman aman of 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 Yaman aman 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 of of O për Shabanin e hajde Po knoj me vullnet nanom Po knoj me vullnet edhe ka dal of 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 Te Libonia për qefe Libonia për qef Je vëngoni shok aman aman Tash more vllaznie Hajde! Oh, more vllaznie Po bash me ondin hajde Kena sos me shklio jenon Po kena sos me shklije Po fluturun qa haj haj Qysh flutron shamia Po në këtë një kënon Taulan Prishtinalia O ondi Prishtinalia Po qysh janë ke më zanot Qysh janë ke më dete A qysh janë ke më dete Edhe do da kollim Of, 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 Hajde, Andosh, hajde! Ojse Ajde doni më poshe non Ojse Ime me cukrat në faqe non Ojse O shaban zemrën ma knoqe Ojse Ojse benin me këllan Ka fardun frimën e manon Me dimi e lek me anar Fort votut nam sysh fotma Edhe Ajshe, Ajshe, Ajshe Oh, benin me kolane Oh, benin me kolane Sahara jartoni nono Son te doj me kajale A son te doj me kajale E hajdan tak spenda hajde O qyshja keni sanote Qyshja keni adekijete Bravo, bravo!
tja na 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 na, haj tja na na na, tja na na na, haj tja na na, tja na 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 na, haj tja na na na, tja na na na, tja na na na. Qa ka gurbet qarjo i na, që na është mërëzite. Qa ka gurbet qarjo i na, që na është mërëzite. E ka morë moli hajde, do me shkun Prishtine. E ka morë moli hajde, do me shkun Prishtine. Qa ka gurbet qarjo i nan, që nuk flet me goje. Qa ka gurbet qarjo i nan, që nuk flet me goje. E ka morë mali hajde, do me jon Kosove. E ka morë mali hajde, do me jon Kosove. Hajde zonin shaje. Shkojnë a ritëm sonte. Nëse do t'i falma, falma, nëse do t'i semrën kalma, nëse do t'i falma, falma, nëse do t'i semrën kalma. Nëse do t'i falma, falma, nëse do t'i semrën kalma, nëse do t'i falma, falma, nëse do t'i semrën kalma. Nëse do t'i falma, falma, nëse do t'i semrën kalma, nëse do t'i falma, falma, nëse do t'i semrën kalma. Nëse do t'i falma, falma, nëse do t'i semrën kalma, nëse do t'i falma, falma, nëse do t'i semrën kalma. Hajde zoni, hajde! Seni seviyorum hala. Seni seviyorum. Haydi Showtime, Vizioni, Libonia. Haydi Şaban, yaşa Şivdon yaşa. Hey! Hey, hey, hey. Faleminderit shumë, faleminderit. Special me këtë kongë e përshëndes zotin e shtëpisë Shaban Rexhepin. Zota i shtëpisë hajde turrit nera, qillë për gëzime, tu qele dera. Hajde shumë. O ana ke thirr, o ana ke neru,
ty në hera. Po mare Shaban Recepi, mare tu rrito në po ta shebofshi anatën e mirën johe. U rikthyem për pjesën e fundit, tashmë të ta realizojmë një lojë së bashku. Po e kthejmë pak në humor, po ju falenderoj shumë për performancat e deri më tashme. Ke shumë, ama shumë knatësi me ju ndëgju me qenë ndëgjuese juaja për gjatë kësaj minutazhe. Unë e Andi jena tim këtë rast, jena ekip. 5 fjalë i kom përzgjedhur për ty, Taulant, 5 fjalë Andi ka për Meritën. Juve do t'ja vendosim kufjet, nuk keni me pas mundësi me ndëgju asgjë. Okej. Mirë po, e keni 1 minutë kohë me qëllu se çka po ju thojmë na. Okej, e provojmë. Ne provojmë inshallah. Nuk dhem. Jo, me dhim që di. Për cjallja Meritë. Thank you. Edhe që kjo është për ty. Faleminderit. Andi, a pe fillon? A me vnu po? Po, s'ka me në Me kanë dhe tash. Shio në muzikën. Unë me Meritën, ati me Taulantin. Filloje me Meritën. Dorë do lec. Leci. Tjetërën. Ajde, Merit, provo Merit, provo. Dorë do lec. Yes. S'po kuptoj heqësh. A me vazhdu me tjetërën? Edhe pak të në to. Dorë do leci. Pinokjo? Jo. Qa të dikun? Dorë do lec, ftoft, ndimë, dorë do leci. Doktor? Jo. Dorë do lec. Doktores? A vazhdojmë se shonë, s'ko ishtë. Vazhdojmë tjetërën. Kontabilist. ATK, kur të ndarshma, ATK-ja. Kontabilist. Kontabilist? Bravo. Defator? Defator? Opinionist. Opinion? Opinionist? Bravo. Universitet? Bravo. E kështu rekord kohë i ka thonë. Mirë, po, mirë, veç do leci, me të pak kohë. A i kryta? Jo, edhe pak. Po, mirë është. Hajke. A mi ek? Po, lërësht. Se e pat rastin pak me dhe nga të mund fund, masi nuk dhe qojshë. A pja të regojmë fjallën e parë? Halo, s'ponin. A pja të regojmë fjallën e parë? Dordolec. A dordolec, Aj doktorit Dordolec. Unë i Pinokjo. Ja, s'poni sen. E ja gjithona njo? Po vazhdojnë me Taulantin. Më shiko mua, namoro. Tullumbace. Bravo. Vizatim. Veç mos narre. Profesor. Dentist. A është të ndëgju? Se për ndoko që të ndëgju. Mirë. Peshkatar. Wow. Doj me shpallë kampion për vitri. Edhe një e ki. Helikopter. Hajde njerë. Helikopter. Ja, s'është. Provo. Hajde. Helikopter. Aeroplan. Pak ma i vogël. Është mirë. Jo. Helikopter. Edhe njerë. Helikopter. Ljopa. Hajde edhe njerë.
Pret. Qashtu me thu lopa, gjyshaj. Hajtë dhe njerë. Do më thonë, gati milion shikuesi, kom dëshmitar që se më të thonë lopa. Helikopter. 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 Spedi. Na hargju koha gati. Helikopter. Helikopter. Eliol, s'pe marrë qa po thu, se s'pe marrë vesh. A pja falëm? A që edhe një. Helikopter. Helikopter. Eliop. Dollëm 2027 gati. Shto, s'jom të e marrë vesh. Veç, mos bërtit. Thuje pak ma mirë, mos kesh. O, Shaban. Helikopter. Helikopter. Elio. Helikopter. Heniopke. Jo. U kry, ha? Ju krytën shansa. Qa ke porë Anë zotit? të trekoj se s'po më Helikopter. Helikopter? Ku? Se ka e lidhe lopa. Qa shtu del ke lua, ma? Shtu të ishe? Po dhe? O, zot, inshallah, këve që Hajre, po vjen. inshallah. Gjështu, me qeshura pa fund. Amin, inshallah. Se për një me ke Po më vjen i jashtë smuj da më zakonisht. qëllu edhe njën fund. A ne e ki mundësin ma këthy tash. Po, a? Po. Apo me jam tash fjallët? Ti i dhe krejt, në siguri. Jo, nësë di as një. Okej. And, kena dalë të ana tjetër, na i ndojmë kufje tash, dhe na i kthejnë që ta shumë shpejt, dhe më thonë, qka të qysh? Tash me bëha gone me neva. Hajde, të tri. Qish? Karikatura. 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 Piktura, Jo. Ku e pas ke gjithë këtë lavë, zotit rofë. Bashë mu me thonë. Karikatura. karikatura, Bravo, po. Pedante. 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 petarta, Jo. Ja. Pedante. Pedante. pedanti, Bravo, mirë. Pja logaritëm, se veç e boni. Fa mirë është. Defagji. 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 fajdegji, Jo, jo. Defagji. Defagji. defagji, Po, bravo. Lulkuqe. Lulkuqe. e kuqe, Lulkuqe. 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 diçka e kuqe, po, Po, lull. Lull. L-U-L. Lull. lull kuqe. Bravo. Okej. Ujkonje. 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 Jas, Ujkonje. 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 jo, Ujk. veç, Ujk. O, ujk. Ujk. uj, Ujk. Ujk. ull, Ujk. 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 ujk, Ujkunje. ujkonja, Bravo, qaja. Qëto të parën ku ma gjete mu më në shumë. habet kemi nemi, që të ngu. Bravo. Bravo. Ti që lovet pesat, apet shu i mirë. Se pas një letë, pas na i në gjuna dhe musafir. Ta shti? Ondi, a? Ata, me zis shë edhe mos me një. Hajde. Të cili e ki ma letë?
Le të Sa taulantit të të parën. Oscar. Oscar. O gjak, Po. Oscar. Olsa, Jo. Që Olsa. Që Olsa. Oza, Jo. Oscar. o, Os. Oz, Os. Os, Oscar. Oskar. Bravo. Vazhdo dashti, hajde. Shoqe. Qysh? Shoqe. 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 Qyqe. Qatë. Shoqe. 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 Shoqe, bravo. Shoqe. Bravo. Televizor. 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 Bravo. Gota. Kodra. Gota. Gota. Kodra. Gota. 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 Hudra. Gota. Gota. Andi. Gota. Gota, bravo. Pasqyr. Pasqyre. Bravo. Po më duket ma shpejti, Andi. Ma shpejti, ondi ka gjithë. Kur e ka që këmë gjatë të porën? Ej, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Për Na një falni më pak për knaq, shprehjet. më knaq, ka qenë një natë fantastike. Shabani ka sot. fajt këtu. Fajet me ritat krejta, pjallojmë shabës. zotit shpisë në këtë rast. Po shpresoj që ke pak relaksuse edhe po e përmbyllëm këtë pjesë fundit të emisionit me humor edhe me të qeshura, sepse na duhet edhe po shpresoj që i tër viti i ardhshëm kam e përcjell me të qeshura me humor. Shpresojmë. Spaku ky është urimi jam prej zemrës për juve. Patjetër, faleminderit shumë njerë për ftesën. Po ashtu fjalë që mi the, bashkangjiten edhe për ty nga unë. Inshallah dhe në Zotja keni shëndeten edhe ju pritë të mbara në çdo sfert tjetër. Merit e çmoj jashtëzakonisht shumë që ishe sonte musafire e jona. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Po të uroj një vit sa më të mbar edhe me sa më shumë suksese. Gjithashtu edhe juve, faleminderit shumë. Andi, sugari shtëpis, gjitha të mira, qysh të kam përcjell deri tash, shumë fat, shumë shëndet. Faleminderit shumë gjithashtu edhe juve, shumë shëndet. Faleminderit shumë për ftesën që më keni bë. Inshallah shihemi veç për të mira të gëzime. Këtë pjesë po e përmbyllëm, mirë po, unë po ja vleroj skenën me vazhdu me këndim, edhe vish po kaloj ka pjesa tjetër e po ju ndëgjoj. Faleminderit, patjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve. Son ka kut me gur, si dikur, unë të prita, e ti zemër kur, su ktheve kur, u mërzita. So ka kut me gur, da s'morë tu, sot kalojna, nuk kam besu kur, se sytë e tu do t'ma harrojna. Amanet o amanet, une pojla, kur të shkoju nga kjo jet, për mu e mos me kja. Amanet o amanet, po i mbylli syt, se unë shkoj nga kjo jet, është veç vaj yt, është veç vaj Sot është ditë e djenë, da s'morë tu, pra shpis kalojna, tita që ka qenë, nuk është për mo, tjertë le ta gëzojna.
është ditë e djenë, besmorët tu të unë nuk ndalen. Unë asë fusan që i kam provu, tjetërë si falen. Amanet, o amanet, unë e po e la, kur të shkoj unë nga kjo jet, për mu e mos me kja. Amanet, o amanet, po i mbylli syt, pse unë shkoj nga kjo jet, është veç faji yt, është veç faji yt. Pritave u këthy nuk erdhe do, ti e zgjodhe veshtjene unë jo. T'paktan lam të mirë me pasta, ose na i fjallë t'mirë ke mujt me maljan. Numrin e kendrum ke mbytoje, as tek veni vjetër sot kom gjet. Ja mërzit flokët e tua me i prek, veç një dije shpirtin ma ke dje. Qfar goditje ke dit me mama, fik ma shpine për mu ishe ko. Nuk t'mallkoj zotit ja kom la, me t'ma mirë kom qef se na bashk jem ka. Numrin e kendrum ke mbytoje, as tek veni vjetër sun t'kom qet. Ja mërzit flokët e tua me i prek, veç një dije shpirtin ma ke dje. Numrin e kendrum ke mbytoje, as tek veni vjetër sun t'kom qet. Ja mërzit flokët e tua me i prek, veç një dije shpirtin ma ke dje. Mirë se erdhe në zemrën te, kjo fjalla t'kujtohe, nuk po muj me marrë me, që ka t'shpejt harrohe. Asa m'ka marrë mali, ah veç zonin me tani, me lon sy po du me than, jam mërzit për ty. Për ty m'ka marrë mali, edhe pse m'ke ba me vujt, dikon tjetër unë me dasht, kur nuk isha uj.
Hasëm ty t'kisha pas, pak zemra m'kish ther, njëherë derën ty me ta qer. Hasëm nuk tu kam ba, qa edhe njëherë, pat pas shpirti nuk po më del. I kam thanë zemrës duro, ti me mdra pranova, as njëherë mos e haro, sa dashni dhurova. O sa m'ka marrë malli, ah veçanin me tani, me lot në sy po du me tham, jam mërzit për ty. Për ty m'ka marrë malli, edhe pse m'ke ba me vujt, dikon tjetër unë me dasht, kur nuk isha mujt. Hasëm ty t'kisha pas, pak zemra m'kish ther, njëherë derën ty me ta qer. Hasëm nuk tu kam ba, qa edhe njëherë, pat pa as shpirti nuk po më del. Ruju gjulbaze, veshri e lir, teran mos ma fir. Veshri e lir, teran mos ma fir. E kuptova të vërtetën, nuk e dua ma këtë jetë, dikuj që ja fala jetën, më kalan mua të shkret. Duro zemër ti duro, krejt halal ja kisha ba, krejt halal ja kisha ba, me u kthy qysh po vuj me mpa. Duro zemër ti duro, krejt halal ja kisha ba, krejt halal ja kisha ba, me u kthy qysh po vuj me mpa. Kisha vdek, o kisha vdek, sot kur banju kisha ban, le të kthehet ajo vet, dora e saj jo mu me mbrat. Kisha vdek, o kisha vdek, sot kur banju kisha ban, le të kthehet ajo vet, dora e saj jo mu me mbrat. Ka akull për këtë zemër,
lotin tim o me mangëri, po e thras do natë në emër, nuk pushojnë këta lotë e mi. Duro zemër ti duro, krejt halal ja kisha ba, krejt halal ja kisha ba, me u këthy qysh po vuj me m'pa. Duro zemër ti duro, krejt halal ja kisha ba, krejt halal ja kisha ba, me u këthy qysh po vuj me m'pa. Kisha vdek, o kisha vdek, sot kurban ju kisha ba, le të kthehet ajo o dore saj, mu me mbra. O 6-tetor, o 68, no hapeloj mi oj vërtete. O no hapeloj mi oj vërtete, si në radije ashtu në gazete. Prishtinë, oh na u majtë mbledhije. Ose në Liboni, oh na u majtë mbledhije, për flamurin, ty t'ka në gjoh me qake. O balo, o flamure, ka stiotit ka pas në rëdure. O flamuro, rema, kush nuk të donë ty i plot zemra. O jemi vllazën, jemi shqiptar, morer në flamuri, haj. Ej, jo do kom tara njëre. Të dashur shikues, këtu po japim fund edhe këtij emisioni me plot këngë e buzëqeshje. Ashtu pra si që don edhe tradita e muzikës shqiptare. Ndërsa po troket viti i ri 2026, ju urojmë nga zemra shëndet të plot, gëzim në familje dhe mbarësi në çdo hap. Dhe sa më shumë arsye për të qeshur e për të festuar. Le të jetë ky vit i ri me më pak halle dhe me më shumë hare, me shumë dashuri, mirëkuptim dhe shpresë për të gjithë ne. Pra, faleminderit që ishit me ne, faleminderit artistëve tanë dhe juve që na ndihni gjithmonë. Mos harroni të bëni subscribe kanalin tonë në YouTube, që është Vizioni Libonia. Edhe një herë për të gjithë ju, gëzuar vitin e ri 2026. Nga unë Genta, natën e mirë.